Dalin detajet e reja në lidhje me ngjarjen e djeshme në Fier ku mbeti i vrarë Rio Grej Bihuci, 19 vjeç. Sipas policisë, pas hetimeve në vendngjarje, është vënë në pranga përveç autorit të saj, Fation Muka, 18 vjeç, edhe djali xhaxhait të tij, Klajdi Muka, si dhe është sekuestruar në cilësinë e provës materiale arma e krimit Thika. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta dy shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, pas një konflikti për motive të dobta kanë vrarë me thik shtetasin Grej Bihuci, 19 vjeç, dhe kanë plagosur shtetasin Oltion Serjanaj, 20 vjeç, i cili është në spital jashtë rrezikut për jetën. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar Thika dhe një përforcues grushti, të cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes. Sipas burimeve të pakonfirmuara, shkak i konfliktit kanë qenë komunikimet në rrjetet sociale, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga prokurori i cili po merret me ngjarjen. Viktima Grej Bihuci ishte nxënës i vitit të tretë në shkollën e mesme Petro Sota, në degën teknologji informacioni. Sot, shok të klasës dhe shkollës vendosën lule tek vendi ku ndodhi tragjedia.